Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë masivin me pisha në zonën e Vaudensit, duke krijuar orë paniku për banorët e zonës. Flakët, të cilat nisën mbrëmjen e djeshme, ju afruan rrezikshëm zonave të banuara, për shkak të terrenit të thyrë dhe përhapjes së shpejtë të flakëve në drejtim të rrugës së Komanit, situata u përkeqësua. Nënë gjys, 10 ke punë. Vesh kurash të bo, se kena shtëpia të afër malit, në? Vesh kurash të bo, mjegull krejt të nëtoj, e ato gocat të artë të shtëpia, e një të merë ka kënë. Ka ardhë atë herë kanë arë zjarë fiksat, kanë bo shmosën. Po na kena edhe këto baktit që, sa me zhjem të i për u këtina, se nuk kalujnë dash për i zërmi dhe nej. Jo. Kena pas asë loj dojnë për fatë. Se tymi nga ka ardhë e mullu krejt shpijat. Kret veni ka kënë panik. Unë të me rova se isha vetëm kë shpija. Kam del, kam posë të thosh, mësë më nezi kush ata, dengat e jonë, sa këto të lubëve, ju sila rrës shpijës, hapa ujnët, asë kur kena po atë here, të merë. Ka qenë shumë e rrezikshme, në ngjarje e mramshme, sikur që ka bo, duhet me gjetë organet sigurimit shtetit, policia shtetit, jona. Por fatmirësisht, falë ndërhyrjes të zjarfikësve edhe komunitetit, është do pa adam. Kaq. Po ngjen të rrezikuar me shtëpiat të poshta? Jo, shtëpiat jo, po me pa marrë mali poshtë, komplet ishte djeg lagja kërmën. Të mirë, mi fjallë familje, me 10 familje do ishen djeg, mos më fik. Për të vënë në kontroll vatrën e zjarrit u mobilizuan rreth 30 efektiv. Ekipit të zjarrfikseve të Vaudensit i erdhën në ndihmë forcat nga Shkodra dhe Puka, si dhe mjetet e efektive të forcave të armatosura. Falë ndërhyrjes masive u bëi mundur izolimi i flakëve duke shmangur djegjen e shtëpive dhe duke mbrojtur linjën e transmetimit të energjisë elektrike, megjithatë një vatër mbetet ende aktive. Situata me zjarret në bashkinë e Vaudensit duke si po shkon drejt normalizimit, aktualisht vetëm një vatër zjarri është aktive, ndërsa forcat zjarrfikse janë në terren për të bërë mundur normalizimin e situatës. Sipas banorëve lokal, kjo është hera e parë që ata përballen me një situatë kaq alarmante zjarresh në zonën e tyre.